Dashi. Sot, energjitë kozmosit përputhen me ambicjet e tua, të ndihmuar nga një val optimizmi. Në fushën e dashurisë, përqendrohu te komunikimi i hapur. Partneri yt mund të ketë nevojë për mbështetjen tënde emocionale. Në vendin e punës, projektet e reja mund të dalin në pa dhe është koha për të treguar iniciativën tënde. Kujdes nga ngacnimet financiare, qëndro larg investimeve të rrezikshme dhe përpiqu të mbash një ekuilibër të qëndrueshëm. Sot është dita për të dëgjuar instinktin tënd, pasi ai mund të çojë drejt zbulimeve të rëndësishme. Ndjenja e brendshme e besimit është qelësi, ndaj mos hezito të ndjekësh zemrën. Përqafimi i paqes së brendshme do të ndriçojë rrugën tënde sot. Demi. Sot është koha për të ndalur pak dhe për të reflektuar mbi ritmin e jetës suaj. Do të ndjeni nevojën për stabilitet emocional dhe mund të gjeni ngushëllim në krahët e partnerit. Nëse nuk jeni në një lidhje, një miqësi e ngushtë mund të jetë burimi i një ngrohje shpirtërore që ju nevojitet. Në punë, puna e palodhur do të shpërblehet, por tregohuni të duruar. Financat po lulëzojnë, por është e mençur të përmbaheni nga blerjet e mëdha për momentin. Gjithashtu, kujdesuni për shëndetin tuaj mendor. Një shëtitje në natyrë mund të jetë çelësi për të rigjeneruar energjinë tuaj. Ndërsa dita vjen drejt përfundimit, lërini momentet e vogla të sjellin gëzim. Merrni frym thellë dhe ndjeni paqen brenda vetes tuaj. Binjakët, ditë e veçantë për të reflektuar mbi prioritetet tuaja. Ndërsa dielli ndriçon horizontet, energjia juaj është e lartë dhe ndjenjat bëhen më të forta. Në dashuri, mos u trembni të shprehni ndjenjat. Partneri juaj do të vlerësojë sinqeritetin tuaj. Në punë, një projekt që keni pritur mund të marrë shtysën e duhur. Bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate të shkëlqyera. Sa i përket financave, jeni të kujdesshëm me shpenzimin. Mund të shfaqet një mundësi investimi, por vlerësoni mirë përfitimet afatgjata. Besoni në intuitën tuaj dhe mos merrni vendime të nxituara. Përpiquni të gjeni kohë për veten dhe të kultivoni momentet e qetësisë. Qielli sot premton paqe në shpirt dhe risi në rrugëtimin tuaj. Daforia. Sot ndjenjat tuaja janë si valët e detit që vinë e shkojnë me një ritëm të vetin. Kujdesuni të mos lejoni emocionet të ndikojnë në vendimet e rëndësishme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë një ndjenjë të thellë mirëkuptimi. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Në punë, qëndrimi juaj i përkushtuar do të vlerësohet nga kolegët dhe mund të havë dyer të reja. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet impulsive. Mos harroni të gjeni pak kohë për veten. Një moment e qetësie në natyrë do t'ju ndihmojë të mbushni energjitë. Shfrytëzoni këtë ditë për të dëgjuar brendësinë tuaj dhe për të qenë mirënjohës për gjithçka që keni. Luani. Dita e sotme mban në vetë energji të ndritshme dhe mundësi të shumta. Në sferën e dashurisë, një bisedë e thellë me partnerin mund të sjellë më shumë qartësi dhe mirëkuptim. Për beqarët, hapja ndaj eksperiencave të reja mund të çojë në takime interesante. Në punë, përqendrohu në qëllimet afatgjata dhe planifiko me kujdes hapat e mëtejshëm. Idetë e tua do të vlerësohen nga kolegët dhe mund të sjellin përfitime të mira. Financat kërkojnë pak vëmendje, mos merr rreziqe të panevojshme për momentin. Ndërsa dita zhvillohet, merr kohë për të çeldur dhe për të reflektuar mbi sukseset e vogla. Ndiqe zemrën dhe intuitën, sepse ato do të drejtojnë drejt zgjedhjeve të drejta. Gëzohu në çdo moment. Virgjëresha. Harmonia dhe mirëkuptimi do të jenë sot në qendër të vëmendjes. Nëse të kanë munguar momentet e qeta, sot është dita për të marrë frym thellë dhe për të relaksuar. Në aspektin profesional mund të përballesh me disa sfida të vogla, por aftësia jote për të organizuar do të ndihmojë. Bëj kujdes me shpenzimet dhe reflekto për përparësitë e tua financiare. Në dashuri, qetësia dhe durimi do të sjellin afërsi të thellë me partnerin. Nëse je beqar, një bisedë e papritur mund të havë dyert e një lidhje të re. Kujdesi për veten është esencial. Një shëtitje në natyrë ose meditim do të ndihmojë të qetësosh mendjen. Lëre zemrën të udhëheqet dhe shijo çdo moment. Peshorja. Një ditë e artë për të krijuar balancë në marrëdhëniet tuaja. Shpirti juaj kërkon harmoni, prandaj komunikoni me qartësi dhe dashuri me të dashurit tuaj. Në punë, pritet të keni disa mundësi interesante. Qëndroni të hapur ndaj ideve të reja dhe mos keni frikë të merrni hapin e parë. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Jeni të kujdesshëm me buxhetin tuaj dhe do të ndjeni më të qetë. Në këtë ditë, intuita juaj do të jetë udhërrëfyesi më i mirë. Ndiqni zërin tuaj të brendshëm. Rezervoni pak kohë për të reflektuar dhe relaksuar, ndoshta në një kopsht apo në natyrë. Kujdesuni për veten, sepse vetëm kështu mund të ndriçoni botën përreth. Akrepi.
Dita e sotme do të sjellë ndjesi të thella që do të nxisin mendimet tuaja më të fshehura. Në dashuri, është koha për të treguar ndjenja që mund t'i keni mbajtur të fshehura. Partneri juaj do të vlerësojë sinqeritetin tuaj dhe do të ndjeni një lidhje më të fortë. Në punë, përkushtimi juaj do të vihet re nga të tjerët dhe kjo mund të hapë mundësi të reja që deri tani nuk keni guxuar t'i mendoni. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim të mirë, shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndjenjat do të jenë të fuqishme, por qëndroni të qetë dhe mos lejoni që emocionet t'ju udhëheqin. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të rikuperuar energjitë tuaja, ndërsa universi ju dërgon frymëzim. Shigjetari, dita juaj sot është e mbushur me energji dhe optimizëm, duke ju dhënë mundësinë të përballoni çfarëdo sfide që vjen në rrugën tuaj. Në dashuri, është momenti për të ndarë mendimet e sinqerta me partnerin, duke forcuar lidhjen tuaj. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush i ri, por është e rëndësishme të ecni ngadalë. Në punë, një propozim i ri mund të shfaqet, duke kërkuar nga ju një qasje të guximshme, por me maturi. Financat kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Përqendrohuni me gjërat që sjellin gëzim dhe mos lejoni që rrëmujat e vogla t'ju prishin humorin. Përdorni kohën për të reflektuar dhe për të rilidhur me veten. Britsjapi, dita e sotme ofron mundësi të reja për të përmirësuar lidhjet me ata që i ke për zemër. Është koha e duhur për të ndarë mendimet dhe emocionet, duke mbajtur një dialog të hapur dhe të sinqertë. Në punë, fokusohu tek detajet dhe mos lejo që shpërqendrimet të largojnë nga qëllimet kryesore. Mund të marrësh një lajm të papritur që do të influencojë pozitivisht financat. Investo me kujdes dhe mos nxito në vendime. Ndjesitë tua janë më të thelluara sot, ndaj dëgjo zemrën dhe instinktin. Kur dita perëndon, bëj një shëtitje të qetë në natyrë për të rigjeneruar energjitë. Mos harro të kujdesesh për veten, pasi vitaliteti yt është thelbësor për suksesin e ardhshëm. Ujori, dita nis me energji pozitive dhe mundësi të reja për të shfaqur në horizont. Ndërsa mendoni për të ardhmen, mund t'ju ndihmojë të qëndroni të fokusuar në qëllimet tuaja. Në sferën e dashurisë, hapeni zemrën për biseda të sinqerta dhe ndarjen e mendimeve. Partneri juaj do ta vlerësojë këtë transparencë. Në punë, përqendrohuni në detajet që zakonisht shpëtojnë vëmendjes. Ky përkushtim do ju sjellë rezultate të mira dhe do të mahnit kolegët. Sa i përket financave, rruga më e sigurt është të shmangni shpenzimet e tepërta dhe të planifikoni me kujdes. Reflektoni mbi ëndrat tuaja dhe mos keni frikë t'i ndiqni me kurajo. Natyra ndihmon në qetësimin e mendjes, ndaj shfrytëzoni një moment për të rilidhur me të. Peshqit, sot mund të ndjeheni veçanërisht të ndjeshëm ndaj emocioneve të tjerëve. Kjo ju bën të jeni dëgjues i shkëlqyer për ata që keni pranë. Në marrëdhëniet personale, është momenti ideal për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur për brenda. Një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë në thellimin e lidhjeve tuaja. Në aspektin profesional, zgjidhjet krijuese që do të sugjeroni mund të vlerësohen shumë nga kolegët tuaj. Mos u ndalni nga frika e refuzimit. Ideja juaj mund të jetë ajo që duhet për të përmirësuar situatën. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë. Bëni një plan dhe qëndroni të disiplinuar për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Shfrytëzojeni këtë ditë për vetë reflektim dhe për të marrë vendime që i shërbejnë së ardhmes suaj.